për drejt, mirëmëngjes Shkodër. Sot unë kam të ftuar një pianiste. Një pianiste do ta quaja speciale. Është një vajzë e re, do ta quaja në moshën e formimit të saj, por që me sukseset që ka arritur, unë e quaj një instrumentiste të pjekur dhe mjaft të suksesshme. E kam ftuar dhe herë të tjera sepse vazhdimisht ajo në gjithë shkallët e suksesit dhe është mjaft e duar trokitur. Me mua sot në studio është pianistja Nicole Tuka. Mirëmëngjes Nicole, mirë se ke ardhur. Një verë që mbaron me shumë aktivitete, me shumë impenjime apo jo? Po, faktikisht kështu duhet me kenë vera një pianistit si mas mejet, sepse shumë thonë që duhet me bë pushime, por të kenë se pianën nuk e kam për punë, po e kam për qef edhe si një gjë, po, pasion. Nuk ka pse me pas pushim për një gjë që të pëlqen me e bë. Dhe kur dëgjon këto fjalë nga goja e një 15-16 vjeçareje, çfarë inspirimi të jep në fillimin e një dite, por edhe në curinë e punës së të gjitha moshave. Të lumt Nicole që na jep këto mesazhe në fillim të ditës, se ke bërë ndonjë ditë pushim gjatë kësaj vere? Po, ishin disa ditë në fillim korrikut që pat me një pushim sa për plazh, 3-4 ditë. Po edhe atë ditë edhe mu do të për mu kthy sa për me studiu edhe mu kthy edhe i herë në plazh. Pra i ke kombinuar. Por ajo që është e veçantë, përveç se disa veprimtarive të tjera të cilat patjetër që do t'i prekim gjatë bisedës, është sepse ti ke patur vërtet një ecuri të jashtëzakonshme në një master class, në një kurs special do ta quaja në Gjermani, ku je përzgjedhur dhe ke qenë pjesë e një projekti ambicioz. Mund të më spjegosh diçka rreth këtij master classi që ti ke bërë në Gjermani? Po. Masterclassi u zhvillu në Düren të Gjermanisë me profesor Heribert Koch. Profesori është presidenti i EPTA-s, që është shoqata e pianistëve të Europës, presidenti i Gjermanisë, edhe organizon këtë masterclass me çuditërisht vetëm një gjerman ishte këtë vit, kurse vitet e tjera nuk ka pas asnjë gjerman, edhe organizon me nxënës dhe studentë të shteteve të ndryshme të Europës edhe të botës. Për shembull, këtë vit kishte prej Kazakistanit, kishte prej Greqisë, prej Shqipërisë, ishim unë edhe një pianist tjetër, po. Ishte një gjerman, ishte edhe një pjesëmarrës tjetër. Për shumë shtete. Po, si u përzgjodhe ti Nicole për të realizuar këtë master class? Po, hera parë që mora pjesë në këtë master class ishte para 2 vjeç, ku unë fitova çmimin special në konkursin EPTA pianisti i ri në Tiranë për me marrë pjesë në këtë masterclass para 2 vjeç. Këtë vit, me sa duket profesorit i ka pëlqyer me punu me mua edhe ma mundsoj edhe këtë herë. Pra ishte një kurs intensiv. Po. Nga çfarë karakterizohej? Ndryshe nga masterclasset e tjera, siç e thot edhe profesor Heriberti, është një mënyrë që me ndo eksperiencat, sepse masterclasset e tjera bëhen në një klasë, vetëm mësuesi edhe nxënësi, kurse ky është i hapun, edhe vinë edhe njerëz me marr pjesë, do të thonë me asistu, po. Edhe nxënësat ndin edhe këshillat që i jepen njëri tjetrit, edhe është një ndër veçanta që mundesh edhe ti për shembull nëse e shef profesorit nevojshme ose për me shpjegu diçka sa më mirë, atë këshill që i jep nxënësi që është të bë mësim në atë moment, thot hajde edhe ti me provu në piano, është një ndërveprim. Me pjesë të tjetrit për shembull. Ju kishin një repertor të përcaktuar apo
Të njëjtë apo të ndryshëm? Jo, të ndryshëm, se ke ishte e bukur, sepse edhe ne provoshin pjesë të tjetrit, të tjerët provoshin për shembull një pjesë që na ndoshta nuk e kishim aq mirë dhe kishte nevojë për mu punu, dikush mund ta bëte më mirë, varet. Çfarë eksperiencë. Repertori ishte klasik, i përsir, çfarë keni luajtur? Po kryesisht klasik, kishte nxënësa që kishin edhe pjesë pak më moderne, por gjithsesi në kuadrin e klasikës. Ti çfarë ke luajtur? Unë kisha sonatën Beethoven apo sonata, baladën numër 1 Chopin, edhe koncertin Tchaikovskin numër 1, edhe një etude Chopin opus 10 numër 9. Një repertor tepër i përzgjedhur, repertor që pianistët e mëdhenj, koncertin e Tchaikovskit, apasionatën apo Chopin janë autor më të përzgjedhurit e repertorit. Teknikisht si ke punuar? Teknikisht studimi i gjithmonë pra në vimësi, sepse edhe Herberti nuk merret shumë me teknikën, sepse supozohet që nuk kena nevojë, edhe merret më shumë me detajet e vogla që munden me na rreshkit gjatë studimit, edhe mundohet me i punu që me bën ndryshimin midis një pianisti që thjesht lun se e ka mësu pjesën përmendshme, edhe një pianisti që e nijn edhe është i sigurt në që bën. Patjetër që vlerësimi ka qenë shumë i mirë. Po, faktikisht mes nesh nuk ishte as dallime, edhe pse kishim mosha nga 12 deri në 30 sa vjeç, që ishte nxënësi më i madh, nuk kishte dallime, sepse dikush ndoshta kishte një pikë të fortë, dikush kishte një pikë të fortë një gjë tjetër. Edhe nuk ishte edhe në koncerte, domethënë nuk u dallohet ai diferenca. Duket që ke një siguri, duket që ke një rrugë të shtruar, duket që ke një ecje konstante, madje më të shpejtuar gjithmonë sepse ndryshon nga viti në vit. Ke arritur këtë në saj të punës suaj, në saj të mbështetjes, në saj të asoj grinte të brendshme që vazhdimisht është tek ti. Si ndodh tek ti? Fillimisht është edhe mbështetja e prindve, normal që i mundsojnë tanta konkurse, masterclasse e tjera. Po edhe mësuesja sigurisht me punën e saj, sepse nuk ka nxënësi nuk ka një mësues të mirë. Pianist i mirë ka nevojë edhe për mësuesin e mirë. Edhe është edhe normal edhe puna dhe dëshira për me ecë më përpara. Në fakt ti ke qenë shoqëruar nga mama jote Inga Kiri. Baba, nuk e di, të ka shoqëruar kësaj here? Jo, baba Aleksandr Tuka, një këngëtar që njihet, po? S'ka pas mundësi marr sepse ka punën. Po gjithsesi mbështetja ka qenë gjithmonë në një komunikim të vazhdueshëm. Duke qenë në koncertin që keni dhënë përfundimtar, si ka qenë komunikimi yt me pianon, profesorin dhe spektatorin, në mes të cilëve ishte mama jote? Po faktikisht në të 3 koncertet kanë shkuar shumë mirë. 3 koncerte janë dhënë. Po, një në qytetin që u bate masterclassi ishte koncerti i mbylljes, ishte edhe një koncert në Köln, edhe një në Aachen, në një kish. Edhe të 3 koncerte shkuan shumë mirë, po kishte, po tham, një problem në thojza, sepse pjesë që i lushim në masterclass, kur erdhi koha me i lujt në koncert, duhet me pas mendimin që me realizu ata gjana që në janë këshillu për me i bo. Pra ishte si një lloj provimi, jo vetëm koncert, por edhe provim. Po, edhe një lloj provimit mund quhet. Edhe është paksa një lloj presionit ndoshta, sepse ke mendjen që apo i realizoj apo jo.
Ti more duar trokitje? Pa tjetër, të nxehta madje. Një nga kënaqësitë më të mëdha masi në një koncert është në një duar trokitje. Për ty ishte koncerti i parë ishte në duar trokitje shumë të mëdha edhe më dosh me dal 3 herë në skenë. Sa gjë e bukur. Mbas skene, të priste mami apo profesori, si ishin këto marrëdhënie mbas interpretimi? Faktikisht mbas skenet ishim vetëm ne në zonë, sa sepse profesori dhe mama ishin në skenë. Jo në skenë, po në publik. Në sallë, më fal. Po. Ishte një kënaqësi shumë e madhe, patjetër. Një eksperiencë e padiskutueshme. Ke shëtytur paksa edhe nëpër Gjermani, në vende të ndryshme? Po kishim 2 ditë vetëm para se me fillu masterclassi që u ndalem në Düsseldorf, sepse aty ishte aeroporti, mandej pak kohë kishim sa për me qytetet. Shumë e motivuar. Apo jo, shumë e motivuar. Gjë e mrekullueshme. Keni studiuar shumë orë gjatë ditës? Në fakt, orari i studimit individual nuk ishte shumë i madh, sepse edhe shkolla nuk ishte mundësi me hapta në klasat për ne. Por që në 9:30 filloni masterclassin edhe deri në 6:30 pas dite, po. Çfarë intensiteti. Me vetëm 1 orë pushim. Çfarë intensiteti. Tani ky masterclass zgjati për sa kohë? 1 javë ishte masterclassi, diku te 9 ose 10 ditë me gjithë koncertet. Një intensitet që patjetër të ka dhënë shumë çka, të ka dhënë shumë krah. Apo ja, ndjehesh sepse edhe kur kthehesh prej një eksperiencë të tillë, nuk mendon, domethënë ç'a mund me bë më tepër. Mendon ti që ka një ndryshim mes asaj të përditshme në shkollë dhe asaj që ti ke bërë në mënyrë speciale të koncentruar gjatë kësaj periudhe? Ndoshta ndryshim, nuk e di, por ndoshta edhe nuk shifet qysh tërë, sepse edhe ajo punë që bëjmë në masterclass është edhe ndoshta edhe larg pamëse që në një të ardhme kur kena me lujt një pjesë ose me mësu atë pjesë vetëm, dina se ku me u fokusu. Pra, kjo është një eksperiencë e jashtëzakonshme për të sotme dhe në vazhdimsi në rrugën tënde si pianiste. Por masterclass ka qenë vërtet një eksperiencë e bukur, por jo e vetmja e kësaj vere. Më herët ti ke fituar një çmim tjetër, një çmim special në konkursin Pianisti i ri i organizuar në Prishtinë. Si ishte kjo eksperiencë tjetër? Po, ishte një eksperiencë e bukur sepse edhe juria ishte e huj, edhe ishte një gjermane, një ruse edhe një turke. Edhe kryetarja e jurisë kishte një CV shumë të pasur. Po, edhe të vlerësohesh nga ajo dhe jurijet është kënaqësi normal. Edhe çmimi i parë në tonata pianista dhe shtetet ndryshme është shumë me vlerë. Në fakt, ajo që më bën përshtypje, Nikol, është thjeshtësia, natyrshmëria që ti i tregon këto arritje, sikur të ishin diçka krejt të rastishme apo minimale. Je shumë modeste zemër, unë uroj që kjo modesti të shërbej gjithmonë në ecjen tënde. Ta kanë vërejtur edhe të tjerët ndoshta. Po, por unë mendoj që nuk është modesti, thjesht është realist, jam realist, do më thonë, sepse nuk mundem as me kanë perfekt, as gjithmonë ka më tepër për me arrit, kështu që çfarë kërkese ke ndaj vetes. Erdhe duke fituar një çmim në Shkodër për të vazhduar përsëri studimin. Dhe përsëri mas masterclassit një tjetër koncert që të impenjoi mësuesja juaj Dorina Gjoka Saraçi. E përshëndesim sepse gjithmonë me nxënësit e saj ka arritje të mrekullueshme.
Të ftoj në një koncert tjetër në një festival jazz, ku para kafes së madhe u organizua një koncert me pianistët. Pra ishte një tjetër impenjim, një tjetër paraqitje. Çfarë ke luajtur? Luajta baladën Chopin edhe kohën e tretë të senatës, sepse nuk kisha as kohë për pjesë të reja normal. Ishte një gjë ndryshe, sepse ai koncerti ashtu në pedonale është pak so më ndryshe prej koncerteve klasike të tjera. Edhe mund të më thonë ndoshta edhe pak më i vështirë që me tërheq vëmendjen e publikut, sepse për të imponuar, po. Njerëzit që kalojnë duhet me ndonjë diçka interesante që me kthy kryt edhe me po se çfarë puno. Patjetër që u duar trokitje nxehtësisht. Po, kishte duar trokitje edhe i falenderoj publikun shkodran që gjithmonë ka mbështet. Gjithsesi një ecuri e jashtëzakonshme që përmbledh shumë çka, çmime të tjera më herët, paraqitje të tjera, koncerte recitale, një jetë të pasur me koncerte, me pjesë, me duar trokitje, një impenjim shumë i madh, ashtu siç mësojmë edhe gjatë bisedës me Nikol. Nikol, mësuesja jote Dorina Gjoka është e pranishme pranë teje për gjithë këto vite të shkollimit derisa ke mbaruar klasën e 9. Nikol ka mbaruar klasën e 9, është vetëm 15 vjeçë dhe ka gjithë këtë ecuri. Mësuese Dorina. Mësuese Dorina gjithmonë që në klasë parë ka kenë mbështetje shumë e madhe për mua, edhe me punën e saj si shifet ka arrit që unë më rrit në këto vlerësime, po. Edhe falenderoj për gjithë të 9 vite punë që ka bë me mua, sepse nëse ndoshta do të kishte kënë dikush tjetër në vendin e saj, ndoshta s'do të kisha pas ato arritje. Është shumë falenderuese Nikol, ndërkohë që ti pavarësisht se ende shkolla s'ka filluar, ti vazhdon të studiosh. Po, vazhdoj me studiu sepse kam pak bezdijat pjesën kur bën një pushim pak gjatë. Me u rikthy edhe i herë me ushtrime, me gjana që me kthy gishtat në gjendje punës. Dhe gjithmonë je në tonus. Po. Aktualisht për çfarë po studion, me çfarë pjesësh? Po, për momentin alo nuk kam zgjedhur programin për vitin që po fillon, po merrem vetëm me shkollë, me ushtrime. Në mënyrë që teknikisht të jesh gati. Mirë, mbaroj një cikël shkollor, siç është 9 vjeçaria, dhe hyn në një cikël të ri në shkollën e mesme e më pas në rrugtimin tënd koncertal dhe shkollimin tjetër. Si mendon fillimin e një viti të ri shkollor, ke përzgjedhur një shkollë, një mundësi tjetër? Po, gjimnazin mendoj ta vazhdoj në licein në Tiranë. Jo sepse ndoshta disa thonë për më mirë, unë nuk tham për më mirë, por ndoshta për një ndryshim, sa për një fillim të ri, me pas sfida të reja. Sepse nuk e dina as konkurrencën atje, ndoshta është një arsye për me pa edhe me punu më tepër, por kryesisht edhe mundësitë ndoshta në Tiranë jepen edhe më shumë për artistët. Gjithmonë kërkoni një konkurrencë të fortë, gjithmonë kërkon një përballje të përditshme. Po, normal, sepse konkurrenca, unë them që konkurrenca i ban një person me ecë përpara, edhe ndoshta edhe jo konkurrenca me dikë tjetër, por edhe me vedin, se ç'a mundesh me bë më tepër. Ke mbaruar shkollën me nota shumë të mira? Po, mesatorja 10. Por ndryshe nuk mund të jetë një vajzë me të gjithë këto atribute artiste, një nxënëse shkëlqyer, një vajzë tepër e përqendruar dhe e motivuar në pasionin e saj, por edhe në ecurinë e saj të mrekullueshme. Patjetër që mbështetja jote prindrit, familja që do të jenë gjithmonë afër kudo që të shkosh.
Po, edhe në Tiranë mendoj me shku me familjen, kështu që me bë një lloj ndryshimi kaq të madh, dihet që mbështetja është e madhe dhe nuk mendojnë nga i herë edhe ndoshta nuk mendojnë për vetin, po mendojnë vetëm për të mirën tënde. Vetëm kuptimi i një përkushtimi të tillë sjell vërtet një rezultat kaq të mrekullueshëm. Unë fakt sot në studio kisha një pianiste, por jo vetëm. Një vajzë që megjithse ka një moshë të re, 15 vjeç, është kaq e pjekur, është kaq modeste, është kaq, siç i themi ne këtu në Shkodër, me këmbë në tokë dhe ecën me një ecuri dhe me një kërkesë ndaj vetes dhe ecurisë dhe rrugës së saj, sa që vërtet të impresionon. Fjala e Nikol Tuket në këtë bisedë do të ishte edhe një mesazh për njerëzit që kërkojnë gjithmonë të kenë motivin, impenjimin, çdo gjë që lidhet me pasionin dhe me këmbguljen. Nikol, për mua është shumë kënaqësi kur marr vesh të gjitha arritjet tuaja, të gjitha përballjet tuaja dhe sfidat, por edhe sukseset, të cilat ti i ke korrur shumë. Janë shumë çmime që ti ke marr. Po, janë rreth 30 çmime. Nuk e di, nuk i kam numëruar këta kohët e fundit, por kryesisht janë para ose absolute ose speciale. Dhe janë jo vetëm në Shkodër, por janë të shumta që janë kombëtare dhe ndërkombëtare. Po, janë Shqipëni, Kosovë, Malezi, Maqedoni edhe Itali. Impresionuese gjithmonë kur mëson të tilla arritje. Je një vajzë shkëlqyer. Ishte shumë kënaqësi që ishe sot në këtë mëngjes. Dhe më premto që sa herë që të kesh arritje të tilla, do të jesh inspiruesja ime e mëngjesit dhe e dëgjuesve që na ndjekin. Do të jesh gjithmonë e mirëpritur në studion Mirëmëngjes Shkodër, ashtu siç të uroj nga thellësia e shpirtit. Paç gjithmonë mbarësi dhe sukses. Artistja jon, shkodrania jon, Nikol Tuka. Kënaqësi edhe për mua, më thënë, kam qejf që me arti kë emision me fol për arritje. Faleminderit shumë zemër. Të uroj sukses gjithmonë, mbarësi. Faleminderit. Faleminderit.